Administrata e Kuvendit të Shqipërisë u përball mëngjesin e kësaj të martë me një sulm kibernetik që pregu sistemin e teknologjisë së informacionit, duke bllokuar aksesin në postën elektronike të brendshme për deputetët, punonjësit dhe stafet e tyre. Sulmi është konfirmuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, i cili njoftoi se ka ngritur menjëherë një grup pune për të analizuar incidentin. Gjatë ditës së sotme është raportuar një sulm kibernetik që lidhet me postën elektronike të Kuvendit të Shqipërisë. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka ngritur grupin e punës për analizimin e rastit, edhe ekipet ndodhen në terren duke kryer analizën teknike, si dhe duke ndërmarrë hapat e nevojshëm lidhur me këtë situatë, deklaroi Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi hakerëve iranian Homeland Justice. Në një mesazh të publikuar në platformën Telegram, ky grup pretendon se ka siguruar të gjithë korrespondencën e brendshme të Kuvendit gjatë muajve të fundit. Të gjitha bisedat dhe korrespondencat e anëtarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë afër jush se sa mendoni. Ai keni strehuar vërtetat të vrasës fëmijësh, ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju përgjithmonë. Ndërkohë edhe vetë Kuvendi i Shqipërisë ka konfirmuar problemin, duke bërë të ditur se po kryen verifikimet nevojshme për të kuptuar shkallën e incidentit. Stafi dhe deputetët janë këshilluar të shmangin hapjen e emailëve me burime të panjohura ose të dyshimta deri në stabilizimin e sistemit. Ky nuk është rasti i parë një sulmi kibernetik ndaj institucioneve shqiptare. Në vitin 2022 disa grupe të sofistikuara hakerash të mbështetur nga shteti iranian ndërmorën një sulm të gjerë ndaj shërbimeve online të Shqipërisë. Pas atij incidenti, qeveria e Shqipërisë ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe do bëj përfaqësinë diplomatike iraniane nga vendi. Ndërkohë, sulmet e grupit Homeland Justice kanë vijuar edhe në vitet pasuese, duke synuar institucione të ndryshme shtetërore, përfshirë edhe Instat në vitin 2024.